ma thot kryetari që a ka në orarin e pasdites ÇKMF-ja, si në spitalit madh nuk kemi, a ka pediatër pasdite. A ka ginekolog. Këtu është problemi. Duhet me pas. Sepse nuk e kupton ky. Jo, absolutisht. Unë kuptoj edhe shëndetin parësor, edhe dytësor, domethënë e di fare mirë edhe këto, edhe kualifikimet i njoh shumë mirë. Prandaj po flas me përgjegjësi plot. Ju lutem, kemi parasysh. Tha kryetari që unë i vizitoj zakonisht personele shëndetësor. Jo, kryetari personele shëndetësor po thuaj se 2 herë tash i takoj vetëm në pjesën e balotarit. Faleminderit. Pra është çështje i mbledh aty dhe pastaj thuaj se bën fushat. Faleminderit. Numri i vizitave mjekësore në 2021 104.000 e 469, 2022 135.000 e 457, 2023 101.000 e 243, 2024 190.000 e 476. Krejt i kom me statistika, në qëse i demanton dikush të raporte, ju lutem mund të demantoj kolegu im, po nuk demantohen sepse janë fakte kokëforta. Ne aq shumë shërbime japim, aq shumë është funksionale, edhe urgjenca, aq shumë edhe laboratori, ka pas munges reagencëve, tash i kanë reagencët. Pra, ju lutem, ka zhvillime pozitive, përmirësime nolësale të veprimit shëndetësor. Zhvillim që mund bëhet në kohën e fushatës qytetari nuk e beson. Jemi në kohë të fushatës, cili do zhvillim që mund bëhet dhe ndryshim që mund bëhet, jemi në kohën e fushatës elektorale dhe tashmë e dim që bëhen sa për kamerë, sa për reklam, sa për marketing. Zhvillimet nuk ka pasur në sektorin e shëndetësisë. Ka pasur munges, ju thash, deficit të jashtëzakonshëm edhe në personel, edhe në investimet e tjera, për shembull, po e them një rast konkret jeta, për shembull, është bërë për shembull një kontratë nga komuna që vetëm në zhvendosjes mjeteve radiologjike nga një sallë në sallën tjetër, tash më dëgjoni kështu mirë. Fal, 30 sekonda i keni. Në rregull, vetëm në zhvendosjen e mjeteve radiologjike nga një sallë në sallën tjetër 8.000 euro. Me qitë prej një dhomë në dhomë tjetër një kontratë 8.000 euro. Kjo më ka duk dhe më thonë jo mirë. Unë nuk jam ndjeni për këtë detaj, po unë mund t'ju them diçka. Ja ku është kontrata jeta? Ja ku është kontrata? Unë jam i detyruar me marrë pjesë në fushat. Për ndryshe plot miqtë mi, e dashamim nga thënë mos shkas fushat. Sepse unë aq shumë kum punu, po ka disa njerëz që janë plank prishës, edhe nuk e kanë idenë se çka flasin, nuk flasin me të pavërteta, i informohen në bazë të disa rrethonave që kryesisht janë fushat, ndërsa me punëtorë shëndetësor, unë mbaj vizita të rregulla, ka 4 takime me punëtorë të arsimit, me punëtorë ju lutem, me punëtorë të administratës, dhe nuk i mbaj veç për fushat. Faleminderit. Unë jam person jo nihilist. Nuk e kam në karakterin tim nihilizmin. Nuk, absolutisht jo. Jam person i cili ja pranoj secilit që punon. Por nëse është hangur pitja, tepsia është aty, shifin gjanat. Pra, respekt për çdo punë që e ka bërë kryetari aktual, natyrisht, por unë mendoj që unë kam një energji të re, jam një person jashtëzakonisht më i ri se kryetari, kemi ide që na ndajnë, koncepte që na ndajnë në menaxhimin të komunës, prandaj po them që respekt për punët e bëra, edhe për punët e pa bëra, por edhe ato që janë bëra ka nevojë për përmirësime.